Çmimi i naftës u rrit me mbi $100 për fuqi të jetën pasi sulmet e Iranit ndaj transportit dhe infrastrukturës tronditën tregjet, duke bërë që tregjet globale të aksioneve të bien. Çmimi Brent u rrit me 9.4% në $100.58 për fuqi, duke ushtruar presion mbi tregjet e aksioneve në botë. Dollari amerikan u forcua me 0.3% kundrejt partnerëve kryesor tregtar, ndërsa ari ra me 0.5%. Çmimet e gazit në Evropë ndoqën rritjen e naftës duke u rritur deri në 7.7% në 53.83 euro për megawatt orë pasi infrastruktura energjetike në lindjen e mesme u godit përsëri gjatë natës. Treni u sulmon në gjirin persik ndërsa rezervuar karburanti në Bahrein u përfshin nga flakët e jetën në mëngjes. Rezervuaret e karburantit në Bahrein u përfshin nga flakët herët në mëngjesin e së jetës për shkak të agresionit iranian, sipas deklaratet e Ministrisë së Brendshme. Pamjet video të publikuar nga Ministria tregojnë rezervuar karburanti në rajonin Muharraq në flak, ndërsa ekipet e zjarrfikësve po punojnë për të shuar zjarrin.